2025 është viti këtyre burrave dhe grave, të cilët kanë në shpirt një dashuri të pakufishme për Shqipërinë, të cilët kanë marrë me vete mallin e pashuar për tokën e tyre. Por ti, me botën e krimit që instalove në Shqipëri, me plaçkitjet masive të pasurive të tyre, i detyrove të marrin rrugë të botës. Edi Rama, me 11 maj, ata ka një fjalë me ty, iko mjeran se nuk ke ku shkosh. Diaspora miqtë e mi, ëndrat e shqiptarve i rënoi Edi Rama, po shpirti tyre për lirit, beteja tyre, virtute tyre nuk vdesin kurrë. Ato janë sot më të fuqishme se kudo tjetër tek shqiptarët në vendet e lira. Ndaj edhe ata, me 11 maj, nga deti, nga toka, nga ajri, do vërshojnë në Shqipëri, shqiptarët të lidhin nënat për të luftuar për Shqipëri, shqiptarët i rritin nënat për të dalë Zotë Shqipërisë, shqiptarët i rritin nënat për të dalë Zotë asaj. Pritë diasporën e Edi Rama, nuk ke vend i tokë. Miqtë e mi, projekti i Partisë Demokratike dhe Koalicionit për Shqipërinë madhështore është projekti më madhështor, projekti më i bukur, projekti më fantastik që Shqipëria ka pa ndonjëherë. Cili do që ka patur fatin të shoh një pikturë të pavdekshmit Ibrahim Kodra, ajo quhen atë Shqipëria fantastike. Shqipëria madhështore do t'jetë Shqipëria fantastike e shqiptarve. Ky projekt u hartue gjatë 333 ditëve në arrest shtëpie që mafia George Sorosit dhe Edi Rama i rezervuan Sali Berishës. Ky projekt që në pamje të parë të thotë se është një fjalë e stërmadhe, se është diçka e largët, është aq i afërt, është aq real, është në mendjen e secilit prej jush, është në zemrat tuaja dhe të fëmijëve tuaj, të mbarë shqiptarve kudo që janë. Miqtë e mi, ky projekt fillon me dhimbshurinë ndaj atyre që janë në nevojë, ndaj qindra mijëra burrave dhe grave që numrojnë kafshatën në Shqipëri, ndaj qindra mijëra burrave dhe grave që s'marrin dot ilaçet, ndaj 10 mijëra shqiptarëve që në spitale s'mjekohen dot. Mahatma Gandhi ka një fjalë madhështore, thot Gandhi, do të thot për një komb të kujdeset për ata që janë në nevojë. Dhe këtu fillon madhështia e Shqipërisë. Ne kemi vendosur të rishpërndajmë tërësisht të ardhurat dhe buxhetin.
të përcaktojmë minimumin jetik, pagën minimale, pagën mesatare, pensionet, që asnjë shqiptar të mos jetë më në rrethin e varfërisë ekstreme. Dhe në këtë mënyrë, ne e bëjmë shoqërinë shqiptare më të drejtë, më të ndershme, më të barabartë. Në këtë mënyrë dhe ju, që dërgoni çdo muaj djersën tuaj në Shqipëri tek njerëzit që nuk kanë, do lehtësoj, sepse njerëzit tuaj do paguhen më mirë, do kenë gjërat bazë të jetës. Shqipëria madhështore nuk mund të jetë Shqipëria e gjëms, e dhimbjeve, nga uria, nga skamja. 3 muajt e parë, dekret pas dekreti gjersa ta zhdukim atë. Miqtë e mi, Shqipëria madhështore është Shqipëria made in Albania. Nuk ka një vend të dytë, në rajon as në Europë, në 28.000 kilometra më të pasur se vendi ynë. Ajo ka rezerva botërore të mineraleve, ka rezerva të mëdha të naftës, ka një mbi tokë ndër më pjelloret, është plot me ujëra, me brigje fantastike, me alpe dhe male si ato. Ajo pret projektin për të ngjitur në madhështinë që i takon. Por unë përsëri e theksoj se Shqipëria madhështore do të jetë vetëm Shqipëria juaj kur ju të mbledhni pjesë. Imagjinoni për një moment, 10 mira, 100 mira shqiptarë në Itali, në Greqi, në Gjermani, në Francë, në Shtetet Bashkuara, të vendosin që ato kursime që kanë, që ato mësime që kanë marrë me ortak të tyre italian, grek, gjerman, francez, anglez apo amerikan, të vinë dhe t'i vendosin në Shqipëri, t'i investojnë në Shqipëri, të vinë, të prodhojnë në Shqipëri. A nuk do të lartësoj Shqipëria si me lev në Arkimedit? Në këtë drejtim, ju jeni pra, keni një rol vendimtar në ndërtim në Shqipërisë madhështore. 5 vite pas një taks për se cilin prej jush që do investojnë, do kthehen dhe investojnë në Shqipëri. Jo vetëm kaq, klima më miqësore në Europë për biznesin. Pak vite më parë, miku i madh i kombit shqiptar, italiani dhe europian i madh, Silvio Berlusconi, do të citonte në një konvenjo të Forza Italia sistemin fiskal të Shqipërisë si model. Unë e garantoj mikun tim atje ku është, garantoj ju, garantoj çdo biznesmen italian dhe të çdo vendi tjetër, se Shqipëria do ketë klimën më tërheqëse për biznesin, se taksa 10%, që është taksa e lashtësisë, është taksa e drejtësisë, do të jetë taksa kryesore në Shqipëri, se energjia do të jetë më lirë se në çdo vend tjetër të Europës, se burokracia do të jetë më pak se kudo tjetër. Shqipëria pra do të jetë vendi më tërheqës i investimeve tuaja, i investimeve të shqiptarëve.